të huaja në qytetin Fier Ili Center ka organizuar shpërndarjen e diplomave të gjuhës angleze për nivelin ECPE, diploma këto të Universitetit Michigan dhe që shpërndahen për herë të parë në Shqipëri. Morën pjesë student, drejtues të qendrës Ili Center si dhe përfaqësues të Universitetit Michigan. Qendra e gjuhëve të huaja Ili Center në kuadër të shpërndarjes së certifikatave të provimeve të anglishes të Universitetit të Michiganit në Amerikë, si dhe prezantimit të disa provimeve të reja të këtij universiteti për moshat e vogla, organizoi një aktivitet në ambientet e Hotel Fier. Ishin të pranishëm përfaqësues të Universitetit të Michiganit, administratori i Ili Center Alket Veliu, drejtori Vladimir Marku, stafi pedagogëve të qendrës, prindër, si dhe 13 të certifikuarit e provimit të anglishes të nivelit më të lartë në botë që ofron Universiteti Michigan. Provimi i quajtur ECPE u dha për herë të parë në vendin tonë, në këtë qendër, nga vajzat e djemë fjerak, që përpara çdo gjëje vendosin dijen. Suksesi ishte i papar. 100% e tyre morën provimin, madje me një nivel rezultati manitës që barazohet me honors. Kjo tregon për punën e palodhur dhe profesionale që bëhet në qendrën tashmë të mirënjohur nga të gjithë, Ili Center. Ka mbi 12-13 vjet që është formuar, edhe sot ne ju mbledhim për 2-3 objektive. Një nga të cilat është shpërndarja e disa certifikatave të nivelit më të lartë të Universitetit të Michiganit, që është një arritje fantastike, jo vetëm për Ili Center, jo vetëm për Fier, por gjithë Shqipërinë, është hera e parë, dhe janë për të respektuar dhe admiruar ata që punuan u lodhën dhe morën të certifikate. Dhe e dyta, do të iniciohet, duke qenë se fëmijët vinë në Ili Center që nga mosha 9 vjeç dhe kalojnë nga njëri nivel në tjetrin dhe mësojnë anglisht dhe për të shkuar me një objektiv, dhe objektivi është mbrojtja e gjuhës angleze, duke marrë një certifikat të Universitetit Michiganit, por duke qenë se janë shumë vite studimi, është menduar që të ketë një lloj, si thua, satisfaksioni tek këta fëmijë që të mos lodhen dhe në fazat ndërmjetëse të mund të mbrojnë edhe ata, sepse Michigan ka provime për juniors, për fëmijët e vegjël. Që do të ishte një gjë shumë inkurajuese për ata, që të mos lodhen në mes rrugës, por të dinë që ka diçka në fund që do të marrin. Ishte një nder shumë i madh për neve që morëm këtë certifikatë më të lartë se C2-shin anglisht. Gjithashtu dua që të falenderoj së pari qendrën Ili Center, e cila ka bërë një punë tepër të madhe që na solli deri këtu. Dëshiroj që të falenderoj profesor Ladin, profesor Ledën, si dhe të gjithë ata që na ndihmuan dhe në veçantë prindrit tanë. Shumë faleminderit për gjithçka. Ishte një arritje mjaft e madhe që morëm certifikatën C2 në provimin e ECPE-s. Falenderojmë qendrën Ili Center për punën e përkushtuar ndaj nesh, falenderojmë profesor Vladimir Markon për punën e tij dhe ju urojmë të gjithë atyre që morën këtë certifikat suksese në arritjet e tyre të mëtejshme. Aty do bëhet prezantimi i provimit të Universitetit të Michiganit, të quajtur YLTE, test për kursantët e rinj, ku u theksua se fëmijët e vegjël do të inkurajohen dhe kënaqen më shumë nëse në fund të një niveli të anglishes do të testoheshin ndërkombëtarisht për të marrë frutet e punës së tyre. Sot ndihemi shumë krenar që kemi 13 nxënës të qendrës Ili Center, të cilët certifikojnë gjuhën angleze me standardin më të lartë të mundshëm të certifikimit të një gjuhë të huaj, që është standardi niveli C2 nga Universiteti i Michiganit. Ne kemi filluar bashkëpunim me Universitetin e Michiganit për një vit e gjysmë dhe finalizimi ditën e sotshme me këto certifikata është një arritje shumë e madhe për këta nxënës, për arritjet e tyre personale, për mësuesit, por edhe si qendër. Mund të them që kjo për herë të parë ky nivel organizohet në Shqipëri në këtë qendër. Pra, në nivelin C2, Universiteti i Michiganit dorëzon sot certifikatat e para në Shqipëri. Ne sot kemi promovuar gjithashtu nga Universiteti i Michiganit dhe certifikata për nxënësit e shkollave fillore. Është me shumë interes për këta nxënës që në fund të studimeve të tyre për çdo nivel të gjuhës angleze apo të klasave, nëse janë në shkolla shtetërore apo private, të kenë një testim të nivelit ndërkombëtar. And here, as you know, we've been administering quite a few examinations. Dhe këtu, siç e dini, kemi qenë duke administruar disa provime. First of all, the C2 exam, the ECP. Si fillim provimit C2, ECPE. And the
ICC at B2 level, dhe provimi ECCE, që është I nivelit B2, and of course that's why I'm here today. dhe për këtë jam sot këtu. We're also administering the MET exam, Gjithashtu ne administrojmë provimin MET, and that covers a number of levels from A2 up to C1. dhe ajo përmbledh një numër nivelesh nga A2 në C1. And now we're introducing in May the Young Learners Test. Dhe tani ne do sjellim në maj një provim të ri për nxënës të vegjël, young learners, studios të rinj. Okay, those cover the levels of A1, Ato mbulojnë nivelet nga A1, then low A2, A2 and high A2. dhe A2 I sipër. A2 I poshtë dhe A2 I sipër. And they're designed for very young children, so 7, 8, 9, 10 years old. Dhe janë të dizenjuar për fëmijë të moshave nga 7 deri në 10 vjeç.